Surja El Mumtehine. Medinase 13 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. O besimtar, mos i bëni miq armiqtë e mi dhe tuajët, duke u shprehur atyre dashuri, ndërkohë që ata kanë mohuar të vërtetën që ju ka ardhur dhe kanë dëbuar të dërguarin dhe ju, vetëm se besonit në Allahun, Zotin tuaj. Nëse keni dal luftëtar në rrugën time dhe për kënaqësinë time dhe fshehurazi u shfaqni atyre dashuri, atëherë gaboheni. Unë e di çfarë fshihni dhe çfarë bëni haptazi. Secili prej jush që vepron ashtu është shmangur nga rruga e drejtë. Nëse ju mposhtin, ata do të jenë armiqt tuaj e do t'i zjasin duart dhe gjuhën e tyre për t'ju lënduar ju, sepse dëshirojnë që ju të bëheni jo besimtar. Në ditën e Kiametit nuk do t'ju ndihmojnë as fëmijët, as farefisi. Allahu do t'ju ndajë midis jush. Ai e sheh mirë atë që bëni ju. Shembulli mrekullueshëm për ju është Ibrahimi dhe ata që kanë qenë me të, kur i than popullit e vet: ne shkëputemi nga ju dhe nga ato që ju i adhuroni në vend të Allahut. Ne ju mohojmë dhe armiqësia e urrejtja midis nesh është e përhershme, derisa të besoni tek Allahu, një dhe i vetëm. Përjashtim nga ky shembull bën fjala e Ibrahimit për të atin: unë do të kërkoj falje për ty, por nuk kam kurrfar mundësie për të mbrojtur para Allahut. O Zoti ynë, tek ti mbështetemi, ty të drejtohemi dhe tek ti do të kthehemi. O Zoti ynë, mos na bëj sprov për jo besimtarët dhe falna ne, o Zot. Vërtet ti je i plot fuqishmi dhe i urti. Vërtet, ata njerëz janë një shembull i mirë për ju e për çdo që shpreson në Allahun dhe në ditën e fundit. Kushdo që nuk ja vë veshin këtij shembulli, ta di se Allahu është i vetmjaftueshmi, i denjë për çdo lavd. Ndoshta Allahu do të lidh miqësi midis jush dhe atyre me të cilët keni qenë armiq. Allahu është i fuqishëm për këtë. Ai është falës dhe mëshirëplot. Allahu nuk ju ndalon të silleni mirë dhe të jeni të drejtë ndaj atyre që nuk luftojnë kundër jush për shkak të fesë dhe që nuk ju dëbojnë prej shtëpive tuaja. Me të vërtet, Allahu i do të drejtët. Allahu ju ndalon t'i bëni miq ata që luftojnë kundër jush për shkak të fesë dhe ju dëbojnë nga vatrat tuaja, si dhe mbështesin të tjerët që t'ju dëbojnë. Kushdo që i bën miq ata, është punë mbrapsht. O besimtar, kur ju vinë besimtaret të mërguara, provoni besimin tek ato. Allahu e di më mirë besimin e tyre. Nëse bindeni se ato janë besimtare, mos i ktheni te jo besimtarët. Ato nuk janë bashkëshorte të ligjshme për ata dhe as ata nuk janë bashkëshortë të ligjshëm për ato. Kthejuni jo besimtarve pajën që u kishin dhënë atyre. Nuk ka pengesë që t'i merrni ato për bashkëshorte pasi t'u jepni pajën e martesës. Mos qëndroni në martesë me idhujtare. Kërkoni atë që keni dhënë si pajë, por dhe jo besimtarët le të kërkojnë atë që kanë dhënë. Ky është ligji i Allahut. Ai ju gjykon ju. Allahu di çdo gjë dhe është i gjithdijshëm e i urtë. Nëse ndonjëra prej grave tuaja kthehet te jo besimtarët e më pas ju fitoni plaçk lufte prej tyre, atëherë jepuni atyre besimtarve që u kanë ikur gratë shpenzimet e martesës. Kijeni frikë Allahun, të cilit i besoni. O profet,
Nëse vinë të këty besimtaret e të betohen se nuk do t'i shoqërojnë Allahut asgjë në adhurim, nuk do të vjedhin, nuk do të kurvërojnë, nuk do t'i vrasin fëmijët e tyre, nuk do të sjellin ndonjë shpifje të sajuar nga ato vetë, dhe se nuk do të kundërshtojnë në çfarë është e drejtë dhe e arsyeshme, atëherë ti pranoje betimin e tyre dhe lutju Allahut t'i falë. Vërtet Allahu është falës dhe mëshirëplot. O besimtar, mos i bëni miq ata njerëz me të cilët Allahu është i zemëruar. Ata e kanë humbur shpresën për jetën tjetër, ashtu siç e kanë humbur shpresën jo besimtarët për të varrosurit se do të ringjallen.